Përshëndetje dhe mirë se erdhe përsëri në kanalin Rritu Financiarisht. Jam shumë i lumtur që je këtu, sepse fakti që ti po dëgjon këtë video do të thotë që nuk je thjesht duke kërkuar të fitosh më shumë para, por po kërkon të ndryshosh mënyrën si mendon dhe si e ndërton të ardhmen tënde. Dhe kjo është gjëja më e rëndësishme. Si gjithmonë dua të kujtoj në fillim një parim shumë të rëndësishëm: mos merr vendime për investime vetëm duke dëgjuar dikë në internet. Merr informacion, verifiko vetë, pyet ekspert financiar të licencuar nëse është e mundur, dhe kupto se çdo vendim financiar është personal. Përgjegjësia është gjithmonë individuale. Poshtë videos do të gjesh një link ku mund të shikosh thjesht se ku investoj unë vetë, por kjo është vetëm për transparencë, jo për t'u marrë si këshill. Tani le të futemi në temën e sotme. Sepse kjo temë është shumë më e rëndësishme se sa çdo investim, çdo fond, çdo aksion, çdo plan kursimi, çdo strategji financiare. Sot do të flasim për edukimin financiar. Dhe pse edukimi financiar është investimi më i mirë që mund të bësh ndonjëherë në jetën tënde. Ka njerëz që blejnë aksione. Ka njerëz që blejnë kriptovaluta. Ka njerëz që blejnë prona. Por shumë pak njerëz investojnë në veten e tyre. Dhe e vërteta është kjo: nëse ti investon te vetja, te dija jote, te aftësitë e tua dhe te mënyra si mendon për paratë, çdo gjë tjetër vjen vetë. Le të flasim sinqerisht, shumica e njerëzve nuk janë të varfër sepse fitojnë pak para. Janë të varfër sepse nuk dinë si ti menaxhojnë ato. Dhe kjo nuk është faji i tyre. As në shkollë, as në gjimnaz, as në universitet. Askush nuk të mëson si të menaxhosh para. Askush nuk të mëson si të kursesh. Askush nuk të mëson si të investosh. Askush nuk të mëson si të ndërtosh një jetë financiare të sigurt. Askush nuk të mëson si të dalësh nga borxhet. Askush nuk të tregon si funksionon interesi i përbërë. Askush nuk të tregon çfarë është një fond indeks. Askush nuk të mëson si ta përballosh inflacionin. Askush nuk të tregon diferencën midis një shpenzimi të kotë dhe një investimi me vlerë. Ne rritemi duke dëgjuar vetëm një fjali: ule kokën dhe puno. Por askush nuk të thotë puno me mençuri, dhe kjo është arsyeja pse edukimi financiar është kaq i rëndësishëm. Edukimi financiar të jep sy, të jep qartësi, të jep aftësinë të shohësh gjëra që dikur të dukeshin të paqartë. Për shembull, kur nuk je i edukuar financiarisht, mund të mendosh se një kredi konsumatore është zgjidhja për çdo problem. Por kur ke edukim financiar, e kupton se një kredi me interes të lartë nuk është zgjidhje. Është pengesë. Pa edukim financiar, mund të mendosh se kursimi është i mjaftueshëm. Por me edukim financiar, e kupton që kursimi i parave nën jastëk është humbje, sepse inflacioni i ha ato. Pa edukim financiar, mund të mendosh se investimi është i rrezikshëm. Por me edukim financiar, e kupton që të mos investosh është akoma më e rrezikshme. Edukimi financiar të jep aftësinë të dallosh mashtrimet. Ka shumë reklama që premtojnë 20% fitim në muaj, 50% në disa javë, ose fitime të garantuara. Një person i paedukuar mund të bjerë shumë lehtë në këto kurthe, sepse tingëllojnë si zgjidhje e shpejtë. Por një person i edukuar financiarisht e kupton menjëherë se kur një gjë tingëllon shumë e bukur për të qenë e vërtetë, zakonisht nuk është e vërtetë. Dhe vetëm kjo aftësi e vetme për të dalluar mashtrimet të kursen mijëra euro gjatë jetës. Por edukimi financiar nuk është vetëm mbrojtje. Është mundësi. Është dritë. Është qetësi. Kur ti e di si funksionojnë paratë, nuk i friksohesh më. Nuk friksohesh nga krizat financiare. Nuk friksohesh nga çmimet që rriten. Nuk friksohesh nga inflacioni. Nuk friksohesh nga e ardhmja. Pse? Sepse e di çfarë duhet të bësh. E di si të menaxhosh. E di si të kursesh. E di si të investosh. E di si të mbrohesh. Edukimi financiar nuk të bën të pasur në një vit, por të bën të fortë për gjithë jetën. Dua që ta mendosh kështu: një libër i mirë financash mund të vlejë më shumë se sa një iPhone. Një kurs online mund të të shpëtojë nga gabime që mund të kushtojnë 10.000 euro. Një video e mirë që të hap mendjen mund të të ndryshojë jetën. Një ide e re mund të të sjellë të ardhura shtesë. Një aftësi e re mund të të rrisë pagën. Një mendësi e re mund të të hap dyrë.
Edukimi financiar është motori që e çon makinën përpara. Pa të, makina nuk ecën. Edhe nëse ka benzinë. Me të, makina ecën edhe kur rruga është e vështirë. Dhe tani le të flasim pak për mentalitetin shqiptar. Ne rritemi duke menduar se investimi është i rrezikshëm, se kursimi është i mjaftueshëm, se puna e sigurt është e vetmja mënyrë për të ecur përpara. Por bota ka ndryshuar. Çmimet rriten. Pagat shpesh nuk ndjekin ritmin e inflacionit. Tregu i punës është ndryshe. Mundësitë janë kudo. Por vetëm ata që kanë edukim financiar i shfrytëzojnë. Nëse ti di si të mendosh për paratë, ti nuk ke frikë nga e ardhmja. Nëse ti nuk di, atëherë gjithçka duket e rrezikshme. Dua të jap një shembull shumë të thjeshtë. Imagjino dy njerëz që fitojnë njësoj. Njëri ka edukim financiar, tjetri jo. Të dy marrin një pagë. Personi që nuk ka edukim financiar i shpenzon shumicën e parave në gjëra të momentit, gjëra të vogla, por që kur i mbledh janë shumë. Personi me edukim financiar e kontrollon veten, e kupton që çdo shpenzim është një vendim financiar, ndan para për kursime, ndan para për investime dhe ndan para për argëtim. Pas 5 vitesh, personi i parë është në të njëjtin vend si fillimi. Personi i dytë ka kursime, ka investime, ka një portofol të vogël, ka qetësi. Dhe ndryshimi nuk është paga. Është edukimi. Edukimi financiar të ndryshon mënyrën si mendon. Të mëson të bësh pyetjet e duhura. Të mëson të analizosh. Të mëson të mos nxitohesh. Të mëson të shohësh afatgjallë. Të mëson të ndërtosh. Të mëson që pasuria e vërtet ndërtohet ngadalë, por sigurt. Të mëson që çdo vendim i sotëm ka rezultat nesër. Dhe ky mentalitet nuk blihet. Nuk vjen vetë. Ai mësohet. Ai ndërtohet. Ai kërkon kohë, durim, vullnet dhe vazhdimsi. Dua që të imagjinosh veten tënde pas 5 vitesh. Mendon një person që ka investuar në edukimin e vet çdo ditë, edhe pak. Ka lexuar. Ka dëgjuar video. Ka mësuar koncepte të reja. Ka ndryshuar zakone. Ka mësuar të kursej. Ka mësuar të investoj. Ka ndërtuar portofolin e tij. Ka stabilitet. Ka plane. Ka qetësi. Ka vetbesim. Mendon tani një person tjetër që nuk ka bërë asgjë nga këto. E vetmja diferencë midis atyre dy personave është edukimi. Jo fati. Jo rroga. Jo vendi ku jetojnë. Edukimi. A e sheh sa i fuqishëm është edukimi financiar? Dhe e bukura është kjo, edukimi financiar është investimi më i lirë që ekziston. Mund të mësosh falas. Ka video. Ka libra. Ka artikuj. Ka kurse. Ka njerëz që shpjegojnë thjesht. Mjafton vullneti. Mjafton të fillosh. Mjafton të dëshirosh të rritesh. Çdo gjë tjetër vjen vetë. Edukimi financiar nuk të bën të pasur brenda natës, por të jep diçka shumë më të madhe. Të jep kontroll. Kur ti e kupton se si funksionojnë paratë, nuk i shikon më si diçka që të ikin nga duart, por si një mjet që mund ta përdorësh për të ndërtuar një të ardhme më të mirë. Dhe kur ti fillon të mendosh kështu, çdo gjë ndryshon. Dua të mbyll këtë video me një mesazh shumë të thjeshtë, por shumë të rëndësishëm. Mos prit që jeta të ndryshojë vetë. Mos prit që pagat të rriten vetë. Mos prit që të vijë një mundësi e madhe. Ndryshimi fillon me ty, fillon me mendësinë tënde. Fillon me edukimin tënd. Fillon me vendimin tënd që sot do të bësh diçka ndryshe. Dhe kur ti rritesh financiarisht, rritet familja jote. Rriten fëmijët e tu. Rritet e ardhmja jote. Edukimi yt është dhuratë për gjeneratat që vijnë. Nëse kjo video të ndihmoi, mos harro të abonohesh në kanalin Rritu Financiarisht. Kjo më ndihmon shumë të sjell edhe më shumë video të vlefshme për shqiptarët kudo që jetojnë. Dhe nëse një dik që ka nevojë për këtë informacion, dërgoja këtë video. Mund t'i ndryshoj rrugën financiare. Mund t'i ndryshoj jetën. Faleminderit që më dëgjove. Deri në videon tjetër. Rritu me dije, rritu me qetësi, rritu me mençuri. Dhe rritu financiarisht.